Zonja Torçe, ti duhet më thuash një për publikun, ç'është urdhri psikologut? Se edhe njerëzit habitin nga. Në fillim fare njërë do jap vetëm disa të dhëna të shpejta, që sapo kanë përfunduar zgjedhjet e urdhrit psikologut që janë mbajtur sot. Kemi 451 votues dhe ndër këto 238 janë për zonjën Lavoviti dhe 140 janë për zonjën Elona Musafaraj. Pra sot? Kështu që këto janë të dhëna që sot kemi, po ajo që është e rëndësishme që duhet të dini është që nuk mund të deklarojmë dot as fitues të kandidatëve për antar këshilli dhe as fitues të presidentit, sepse ne kemi 451 pjesëmarrës që kanë votuar, të cilët nuk plotësojnë kurumin. Kurumi kërkon 742 vota. Pra zgjedhjet janë të pavlefshme. Zgjedhjet janë të pavlefshme. Po i kanë bërë qëllimisht që janë të pavlefshme? Tani, këtë pjesën e qëllimisht do duhet që të marrim gjithë historikun që nga fillimi. Po se ka një, mos e merr historikun. Ka një matematikë të thjeshtë, që edhe te këte pjesa e politikës, edhe Luli Basha e bën këtë. Ylli ky është bërë precedent që prej fillimit. Dhe në fillim, zonjën e qoftë se kurumi nuk plotësohet, zgjedhjet nuk bëhen. Pse janë bërë kot? Po patjetër, që në fillim, pra, problematika që ka ekzistuar sot, që në fillim, që në krye të procesit zgjedhor, sepse është shumë e rëndësishme se si ka filluar, është që në fillim fare njërë ti duhet të numërosh sa antar aktiv janë pjesëmarrës. Pra bëhet numërimi që në fillim. Pra në thelb bazohet që ti do duhet të numërosh antarët pjesëmarrës dhe kur nuk bëhet kurumi nuk e bën. Ti nuk e hap. Pra aty janë bërë veprime kot, thoni ju. Ti nuk hap punimet e asamblesë kur verifikon që kurumi pjesëmarrësve në asamble, që është kriteri bazë për fitimin e punimeve, nuk është plotësuar, pra duhet 5+1. Zonja Torçe, sa është numri total i psikologëve që do duhet të ishin Nuk e dim, Klodiana, po sipas të dhënave që na kanë ardhur, do duhet që të jetë, sepse u tha dje që janë nga vetë sekretarja e përgjithshme e deklaroi publikisht është sekretare e përgjithshme zonja kandidate për presidente. Dhe është antare dhe këshillit, që ka konflikt interesi, dhe zonja që është antare këshilli dhe kandidate për presidente ka hequr me të drejtë vote kandidatin e tretë për president në urdhrin e psikologut. A e kuptoni çfarë bëhet apo jo? Dhe ajo deklaroi që janë 1500 antarë dhe u tha dhe publikisht, ju lutem hapeni një çik dhe shikoni, a janë antarët publik? Nuk figuron lista e regjistrimit. Hapeni është punime. Sipas teje tani se ti ke vite në këtë, je psikologe nderuar, respektuar, sipas teje tani pse ky president i urdhrit të psikologut që nga më i rëndësishëm se presidenti Trump? Është presidente. Ose presidente. Ajo është shumë e rëndësishme sepse rëndësia me të cilën ajo ka ardhur është rëndësi abuzimi. Ti e di shumë mirë që njerëzit për lege për lavdi, se këtu është muhabeti. Dhe padrejtësitë është paraja në mes tuaj tani, është paraja. Në kohën kurum gjithmonë bëhet fjalë për para, sepse folë tani në pjesën e parë të emisionit, gjithmonë po para bëhet fjalë, njerëzit po han kokat për para. Po këtu kjo është mafje më e sofistikuar. Se ke të bësh këtu me njerëz që janë të shkolluar, me psikologë. Janë dhe psikologë, psikologjisin të gjitha gjërat. Duhet ta gjykojmë kështu sepse kam bërë re që retorikat me të cilën vi pranë intervistave dhe të gazetarëve si ju dhe të gazetarëve të dorës së tretë do thosha unë. Pra këtë vërejë unë di. Është kjo retorika që kemi të bëjmë me psikolog, ato që ofrojnë shërbime, si ka mundësi e para punës njërë duhet kujdesemi shumë për faktin që psikologët janë denada para e madhe këtu. Po mund të kemi, Klodo, mund të kemi... Janë të vetmit që kanë reaguar nga të gjithë urdhrat e tjerë. Kjo është për të theksuar. Çfarë është përdorur këtu? Mund të kemi shifra? Ja pun shifra. Denada, që dhe popullata ta kuptoj, kemi shifra gje? Atëherë, zoti Rakipi, zgjedhjet e para për presidentin, nëse zonja Torçe më dëgjon, se të mos mbivendosemi. Atëherë, zgjedhjet e para për zgjedhjen e presidentit të urdhrit të psikologut janë zhvilluar në vitin 2018. Dhe është zgjedhur psikologe Valbona Treska në cilësinë e presidentet të urdhrit. Po, por gjithsesi u zgjodh dhe në atë kohë pavarësisht përpjekjeve sepse ka patur një letër të hapur. Më 7 vjet ka gjithsej që kemi dhe president... Zonja Torçe ka qenë në grupin e atyre psikologëve, Ariana Muça e të tjerë me radhë, të cilët e kanë kundërshtuar zgjedhjen e saj. Po,
do më thënë ka qenë një grup i vogël në raport me grupin e madh, të cilët e kanë kundërshtuar që në krye të herës, po unë nuk dua ta nis se po duket si shumë larg 2018-a. Në këto vitet, po pikërisht këtu do shkoj, në këto vitet të funksionimit të urdhrit të psikologut, unë dër vite kisha marrë ankesa nga psikologët të cilët nëse nuk i pëlqenin zonjës Treska, çfarë ndodhte, merrnin organet e urdhrit të psikologut, caktonin ose vendosin masa disiplinore ndaj psikologëve, të cilët një pjesë e madhe e tyre detyroheshin të shkonin në gjykat ose e kishin të pamundur ushtrimin e profesionit. Ishin nga puna, Klodiana, shumë e thjeshtë, ishin nga puna, sidomos psikologët ligjor, janë përjashtuar nga puna vetëm sepse ajo ka vendosur monopolizim të drejtës për të marrë pjesë si psikolog në gjyqësor, pa plotësuar kriteret e drejtës që vendosen në interes të asaj me konflikt interesi total. Këtë gjë po them. Tani, përveç kuatizacionit, për të bërë atë trajnimin vazhdues, psikologët ka patur raste që janë detyruar të paguajnë deri në 1.400 euro. Pra nuk mund të punojë psikologe në gjykat, nëse nuk do merre pjesë në ato trajnime që bënte urdhri i psikologut. Besoj është kështu, apo jo? Dhe ka shkuar konflikti deri aty, sa u tentua në atë kohë, pra në mos gabohem një vit e gjysmë më parë, u tentua të rizgjidhej presidenti, dhe çfarë ndodhi? Pavarësisht se pati mbledhja e parë dështoi, në mbledhjen e dytë u zgjodh presidenti i urdhrit Altin Nika, zonja Treska e mbajti të uzurpuar të gjitha normave ligjore urdhrin e psikologut. Pra e mbajti të uzurpuar, nuk u largua nga detyra pavarësisht se çështja shkoi në gjykat, patjetër. Se duhet si interes personal. Zoti Nika ka dalë në dhe në sken vetëm kur ka kuptuar palishmërim brenda urdhrit se ka qenë antar këshilli në mandatin e dytë. Dhe kanë shfaqur ankesat që kanë pasur kundrejt urdhrit në mënyrë zyrtare nga një grup nismëtar fillimisht, dhe nuk janë përgjigjur për të 10-ën herë në mënyrë zyrtare, se nuk merr dot përgjigje nga urdhri, që ta dini, nuk informoheni, dhe pse kërkojmë, dhe pse të drejta për informime, komisionet për drejtën të informimit janë drejtuar, nuk ke informacion. Dhe mbasi kanë bërë tentativa të gjata për këtë gjë, kanë mbledhur pastaj 1/3 dhe më shumë se sa 1/3 e asamblesë pra antarëve, afirmimin e tyre, pra konfirmimin për mbledhjen, pra se dy janë mënyra se si mblidhet asambleja. Mblidhet ose nëpërmjet presidentit, ose nëpërmjet 1/3 të asamblesë. Mblodhëm asamblen dhe u zgjodhi presidenti i ri brenda ligjit të totalisht e legjitimuar, për të cilën do të duhet të mblidheshe këshilli aktual që të mundet ose ta rrëzonte ose ta miratonte, që s'u mblodh asnjëherë dhe është shkelje ligjore e pastër. Dhe për këtë ka hapje gjyqësori nga ana e zotit Nika. Pra ka çështje ligjore që është hapur në gjykat nga zoti Nika. Tani të shkojmë tek faza e fundit, ja pra te parat. Zoti Nika ju drejtuar prokurorisë së Tiranës. Dëgjoj zoti Rakipi, 20 milion mos gabohem dhe zonja ato që mund të na e konfirmoj janë dhënë vetëm shpërblime. Pra drejtuesit e strukturave të urdhrit të psikologut. 30 milion se e konfirmova tani nga... Po, rreth 30 milion, po në shifrat deri në fundit sa... 20 milion honorare, ke honorare, Pra, që unë të punoj psikologe në gjykat, zoti Rakipi, duhet shkoj të paguaj ca miliona lek, të bëja të trajnimin vazhdues, të marra të pikëzimin ose si ta them, si që janë pikët e patentës. Këto para i paguan njeriu që shkon... Po, që shkon, psikologu, sepse në të urdhër. Jo 30 milion, paguan dikush një trajnim bër 1.400, një trajnim bër 1.000 euro, një trajnim bër 700 euro. Kjo me ligj. Po i ka bërë urdhri psikologut pra. Do më thënë urdhri psikologut ishte kthyer në një institucion abuzues dhe zhvaste psikologët, zotri. Shumë e thjeshtë. Kush i merrte këto para? Urdhri pra, presidentja me struktura drejtuese. Do më thënë urdhri se urdhri nuk është njeri. Po ta themi pra, presidentja që e bande të uzurpuar, e cila është e kallëzuar sot penalisht në prokurori. Klodiana, vetëm një pjesë, në vend që trajnimet e psikologëve të mund të ofrohen nga institucione kompetente, se ne jemi psikologë të ndryshëm, nuk mund marrim trajnime do si do, ne jemi të mbi kualifikuar, unë s'mund marr trajnime të mbi. Klodiana, nuk është vetëm më bëj mua një trajnim që do duhet më mbi kualifikuar, se është edukim në vazhdim për përditësim njohurisë, jo. E mori monopolizimin urdhri psikologut i cili afirmonte ato shoqata, organizata, një prej tyre është Esaja, që e din të gjithë, family, organizata të cilat
vetëm ato, janë 3-4 që qarkullojnë që janë dhe antar e këshillit, që është konflikt interesi, marrin dhe drejtojnë trajnime në mënyrë të monopolizuar. Dhe kjo gjë është fituar në gjykat që ta bëjnë dhe institucionet të tjera, ASSK-ja, dhe nuk është vënë ende në zbatim. Do me thënë shkelje, mbas shkeljeve, që kjo është ta bësh psikologun vërtet të pamend. Dhe prandaj psikologët reagojnë sot. Tani, Denada, këto para zonjë ku shkojnë i mbledh urdhri? Para shkojnë të urdhri psikologut dhe tek specialistët të cilët orientojnë trajnimet, dhe si pas urdhrit të psikologut, ne kemi për vitin 2024 janë mbledhur 207 milion lekë të vjetra, nga këto 92 milion janë për paga dhe sigurime shoqërore, gati gjysma, 30 milion janë honorare shpërblime dhe 44 milion për aktivitetet të tipit të shkosh në udhëtime të ndryshme, ku është e panevojshme të merret gjithë equipment, gjithë këshilli kombëtar me vete. Gabimi është e ju, pastaj? Më falë minutë, falë një sekundë. Gabimi që nga, po gjithë të para tani, si ti ikë presidenti nga puna? Që thoni ju? Ajo ndaj ka ndaj një? E që qartë, jo se the pse ri presidenti Ani Kokaj se gjatë qa pas ka këtu. Jo, po pas ka gjithë të para tani, se... Diskutohet. Zonja Tuqe, nëse më lejon vetëm një moment të lutem. Për promovimin e figurës së psikologut, asnjë para për promovimin e figurës së psikologut, dhe projekt buxheti vitit 2025 parashikohet që të jetë nga 92 të jetë 106 milion shpenzime për paga, që do të thotë që është rritur, pra parashikohen që të bëhen shpenzime më të mëdha, punonjës të ndryshëm që do vinë që, domethënë është e panevojshme që një urdhër i psikologut. Jetojmë në një vend që zgjedhjet edhe nuk pranohen shumë, Denada. Zgjedhjet nuk janë të dëshirueshme në një vend siç jemi ne, edhe te ju tani dhe te psikologët mund të ishin, se figurat rëndësishme që na shrojnë dhe ne po të smuremi, por ja që nuk ndodh. Dy fjalët e fundit dhe e mbyllim. Do të them me 2 fjalit e fundit se s'bën. Ne jemi pjellë e kësaj kulture, pa diskutim, dhe këtij leadershipi që ka prodhuar vendi ynë dhe politika jonë. Por nuk mundet në asnjë rast kauzën e psikologut ta trajtoni si një kauzë konflikti dhe harene qesharake. Bëhet fjalë për një revolt reale e cila ka ekzistuar si model dhe tek urdhrat e tjera, por nuk kanë pasur këtë revoltët që kanë psikologët. Dhe përsëris ne kemi gati jo 2 vjet, po gjithë këto vite të cilët bëjmë një oponencë të vazhduar. Ndoshta Denada kam shumë para këtu. Dhe do duhet që ju po flet për parat, ti po nuk po flet për prishjen e figurës së psikologut. Po tani s'kam fajun tani se prishje figura. Ti nuk po flet për direkte që bëhet mbi këtë. Tu në përgjithësi figurat prishura kemi. Nuk po flet për abuzimin që bëhet dhe për uljen e dinjitetit dhe integritetit. Ne jemi persona që kemi vendosur një karrierë dhe ti nuk mund të përjashtosh dot nga e drejta demokratike për të kandiduar dhe për të qenë pjesë e vendimarrjes. Vetëm një ignorant dhe një analfabet politik ku i drejtohen të drejtat e tij për të qenë dinjitoz i përfaqësuar nga ai që ka të drejtë të marrë të drejta mbi ty, të marrë vendime mbi ty, dhe ne të jemi dhe ta anashkalojmë unë e para dhe kushdo tjetër që ka të drejtë të jetë pjesë e urdhrit psikologut dhe të pjesë e vendimarrjes. Kjo po ndodh sot dhe nëse ke bërë këtë program, nuk është vetëm tërheqja e çështjes së parazit buxhetit. Tërheqja më e madhe në këtë urdhër është që ti të kesh pushtetin. Dhe pushteti vjen dhe me paran, dhe me lavdin. Dhe ky pushtet mbahet sepse zonja në fjalë, dhe kushdo tjetër si ajo, po zonja në fjalë, ka treguar qartazi që mbas asaj, nëse ikën që andej, e presin tek thesa. Shumë institucione ligjore dhe shumë institucione ku ajo punon, dhe mbetet edhe pa punë, po mbetet edhe me procese nga mbrapa. Këtë e ka treguar dhe politika dhe ti shumë. Pas ka dhe frikë në proceseve dhe akoma më fort të qëndrojë aty. E divorcet kanë më pse janë psikolog, thot e rau, bëjmë ca para në mënyrë të jashtë. Denada, unë të falenderoj shumë që ndihmove me emisionin tonë për mbrëmjen e sotme. Ne sigurisht jemi në lidhje në emisionet e ardhshme për këtë problem, por dhe më gjerë, ti je një bashkëpunëtore mjaft e mirë dhe e kujdesshme. Gazetares Klodiana Lala, e cila në mënyrë krejtësisht të paanshme dhe me një kurajo dhe me një guxim të jashtëzakonshëm dhe vetmja që ka krijuar një vëmendje shumë të kujdesshme ndaj komunitetit të psikologëve dhe gjithë atyre që kanë pasur një oponencë të ndershme dhe tepër koherente. Atëherë faleminderit.